Është një kënaqësi e veçantë që të kemi mysafir nga Parlamenti i Kosovës, njerëz të zgjedhur nga populli, i cilët kanë ardhur këtu për të mësuar për situatës përgjithshme në luginën e Preshevës, ne i shkëmbejmë mendimet edhe mundësitë e bashkëpunimit. Është konstatimi i përbashkët se bashkëpunimi mes nesh si përfaqësues institucional të kësaj popullate dhe përfaqësuesve institucional në Kosovë, por edhe të subjekteve politike, nuk duhet të njohë kufi. Dhe se ne kemi nevojë, lugina e Preshevës tërësi ka nevojë për një ndihmë institucionale prej Republikës Kosovës, prej Republikës Shqipërisë, e cila duhet të jetë shumë më intensive në periudhën e vijim, sidomos në procesin në cilin po futet Serbia me fillimin e bisedimeve rreth kapitullit 23 dhe 24, sepse veçanërisht 24 që është me rëndësi për Preshevën për shkak të çështjeve të pazgjidhura të gjyqësorit në këtë komunë. Prandaj morëm për krahjen e plotë se bashkëpunimi do të ekzistojë, se do të nisma të reja që ky bashkëpunim edhe të intensifikohet, dhe po shpresojmë që periudha e vijim do të sjellë rezultate më të mira për dy komunat e tona.